që po shihni për disa mund të duket e pamundur. Megjithëse nuk është shumë e njohur, kjo lloj paraqitje ka filluar të popularizohet edhe tek ne. Janë këta dy vëllezër të cilës shoqëria i quajnë UFO dhe Dabadu. Në 2000 Prishtinë, Sare, Kula dhe Giza, të tëllë barë, të tëllë ashtë Këtela sana u kanë paraqitja e parë. Dhe në natën u vazhdu. Edhe të në kohë një mundu sa ma shumë për mes internetit, për mes shumë sana që u paraqitari. Ata që 9 vite ushtrojnë juggling. Në një ambient të hapur sikur ky, loja me zjarr është më magjepsëse. Mirë po koncentrimi është pika më e vështirë e kësaj performance. Hedhja e zjarrit në ajër dhe kthimi në gjendjen paraprake kërkon koncentrim të madh. Pjesa më interesante e lojës me zjarr është kjo. Shumë do të koncentrimi të ellë, përpos koncentrimit do të adin tepër diçka ekstrem që është rrezik, nëse veç njerë të përkona, shkën dhe kur që ajo, djega, u tonë të djegë dhe kurën. Rrotullimi i shufrës me një shqetësim maramente nuk është edhe diçka e thjeshtë. Djemt xhaglera kanë përjetuar edhe momente jo të këndshme. Në rrezik më qenë disa herë, sidomos para një 3 vite, që më kanë ndru 2 gota, ku menu që shtu ju kanë gazi, ku në shpi shpinës, të po farë shumë veç për këm patu djega, shtu kitë më rapa njerëzia të piskatën, se disha ide që kisha që ka ndodhë. Arritja deri këtu sigurisht që kërkon dëshirë, punë dhe motivim të madh. Mirë po djegje të pakta, ata i kanë haruar. Tash po përgatiten për sezonin veror, tin kjo kur aktivitetet e djemve shtohen. Takimi i javshëm i UFO-s dhe Dabadus me ju do të jetë në ndonjë ndaj fantastike. Bro!